Nëse keni uri para gjumit, duhet të hani këto ushqime. Pavarësisht nëse qëndroni zgjuar më vonë se sa duhet, keni një darkë të varfër ose jeni të uritur pa ndonjë arsye të veçantë, shumë prej nesh përfundojnë duke dashur të hanë meze të lehta para gjumit. Nëse e dini se do të dëshironi ushqime të lehta natën vonë, çfarë duhet të kërkoni? Sipas nutricionistëve të HuffPost, ju duhet të konsumoni këto ushqime. Arrat. Dietologët citojnë se arrat gjatë natës janë një mënyrë se si trupi duhet të reagojë në mënyrë që të ndihet jo i urritur. Bananet, përveç se janë të shijshme, banane në fakt mund t'ju ndihmojnë të bini në gjumë. Arrat me çokoladë. Çokolada e cila përbëhet nga 70% kakao është një zgjidhje shumë e mirë, por nuk duhet të tepruhet. Kosi me bajame dhe manafera gjithashtu mund të jetë një zgjidhje e mirë. Orizi ose gjalpi i kikirikut gjithashtu mund të jetë një përbërje efektive për cilësinë tuaj të gjumit.